Shpat, ke një këngë ti që titullohet Një mall. Tani, Po, si ta ka është këngë e qefi bukur. më shumë, ti këndosh mallit të dashurisë apo mallit të drogës? Qa ishte këtë? Ai gëzë. Gëzuar. Tani, shumë i këndohet dashurisë, por shumë pak njerëz dashurojnë sot. Ndoshta Si e fare. shpjegoni? Ndoshta fare. Shiko. A mos ndoshta kjo është arsyeja që baladat nuk po ecin sot në kohë? Unë do them këtë. Dashuria është instrumenti që Zoti na dërgon ne njerëzve për të na kujtuar dhe për të na thënë që sa të varfër edhe sa të paft jemi të jetojmë jetën që ai na ka dhënë. Duhet vi dashuria tek një njeri që të fillojë motori të ndizet, të prekit gjitha emocionet e mundshme. Pra ne i kemi emocionet. Ndoshta si janë të aftë Por pa njerëzit? dashurinë, pikërisht. Para se marr dashuria, ne mendojmë që s'kemi këtë, nuk dim të reagojmë për X gjë, nuk kemi të fortë sa duhet, nuk kemi energjia sa duhet. Pse jo ndonjëherë nuk kemi aq xhelos sa duhet. Dhe dashuria, do të vi dashuria që brenda nesh është ai Chelsea që ndes komplet njeriu. Kështu që unë mendoj, në momentin që ne krijojmë për dashuri, unë mendoj që dashuria është aty për çdo njeri. Mi po, është pak zevzeke, është pak kryeneçe. Do dhe ajo që të përkëdhele, do dhe ajo që të vi tek ti, do që ta kërkosh.